Jemi live, jemi rikthyer në review në këtë maraton teksa jemi duke diskutuar dhe analizuar të gjitha zhvillimet të cilat na vijnë nga Kosova, zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare të dytat brenda këtij viti, prej shkurtit tashmë jemi në fund të vitit, ndërkohë na është bashkuar kolegu im Egon Loli. Kënaqësi që je sot në studio në review. Kënaqësia është ime, Greta, të falenderoj për ftesën. Po ta kaloj atëherë ty fjalën, me që sapo na je bashkuar. Një koment më thej që u gëzove teksa erdhe dhe pe dhe rezultatin. Jo, patjetër. U befasove, surprizove, gëzove, bëra pak më emocionale, unë? Patjetër. Tashi në orarin që jemi dhe emocionet na falen, apo jo, ha? Më emocionet janë të bukura shumë. Absolutisht. U befasova, realisht nuk e prisja, domethënë që të kapi 50% vetëm. Albini edhe me gjasë edhe me numërimin e votave të diasporës do të shkojë edhe më shumë, po këtu duhet parë pak tek pjesa e përqindjes edhe si do të rikonfigurohet përqindja kur të hiqen ato forca politike që po themi nuk e kanë kapur pragun, siç po shoh tani aty nismën socialdemokrate. Kështu që do të ketë një ulje, po kjo ngelet për tu llogaritur pastaj. Megjithatë, po themi që Lëvizja Vetëvendosje sot e ka kapur 50% edhe është patjetër një fitore spektakolare, do të thoja, është një shkollë politike, mënyra se si zgjedhjet zhvillohen në Kosovë, që me, po themi, fushatën elektoralen, është një manual se si elektorati, se si zgjedhësit zgjidhin problemet që po themi partit politike kryojnë edhe këtu po e zgjeroj, nuk po vendos përgjegjës dhe fajtor, po them problemet që partit politike kryojnë dhe të jep një rezultat i cili është më i qartë se sa rezultati i zgjedhjeve të shkuara. Pra kishim një palë zgjedhje, u krijuar një problem që nuk e zgjidhin dot dhe u shkua në një palë zgjedhje të tjera dhe elektorati e dha përgjigjen e qartë. Përtej kësaj, nëse mund të them shkurtimisht edhe dy gjëra, siç po duket, dhe kjo mendoj që ka nisur ndoshta 10 vite më parë, skena politike e Kosovës do të precipitoj drejt një dualizmi, mendoj unë, mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Pra, nëse kishim dhe kemi të paktën deri në këtë rezultat që po shohim, shumë parti, një skenë multipartiake, duket që Lidhja Demokratike e Kosovës po bjerët, mendoj që një pjesë e madhe e votave të Lëvizjes Vetëvendosje vijnë nga Lidhja Demokratike, nga elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës përpos mërgatës, diasporës, dhe mendoj që në të ardhmen e afërt politike do të kemi dy bloqet më dha, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, të cilat do të këmbehen, po themi, pushtet opozit pushtet, njëra dhe tjetra. Dhe dyta që do të thoja është sa i takon qeverisë Kurti në këto 10 muaj e fundit, për të mos u zgjatur shumë. Mendoj që edhe pse nuk kushtet e një qeveria në detyrë, qeveria Kurti ka qeverisur mirë, e ka bërë detyrën e saj, aq sa mandati i kufizuar, po them, ja lejonte në gjithë sektorët ku ka patur, po themi, mundësi që të ushtronte aktivitetin e saj. Ka qeverisur mirë? E pasovat e ti sepse ta fani nga që do duhet kryoja disi, jo debat, se duket fjale shumë të uar, po me që nisën fillim duke thënë që Kurti nuk ka qeverisur mirë, i bërë dhe një lloj krahasimi me zotin Rama në Shqipëri, me krizën politike e tjerë, ndërkohë... Unë jam i mendimit që Rama nuk ka qeverisur mirë, megjithatë ka marrë 52% në votave, domethënë situatë jemi shumë analoge, po të shikosh në ana e... Thua? Pse çfarë lidhje ka? Jo, për thënë që e para i përkasë një rrymë, domethënë, partive të majta. As nuk ka ideologjike, s'kan si lidhje. Dhe janë aq të ngjashëm në mënyrën se si e ndërtojnë politikën, që domethënë janë të dy që kanë bërë protesta dhe kanë vrarë militantët e tyre për të fituar legjitimitet. E ka bërë PS-ja në 21 janar, e ka bërë dhe Kurti kundër qeverisë në 2007-2008. Dhe që të dy kanë bërë... Po, për shembull Kurti nuk ka bërë protesta kur kanë qenë Kosova e pushtuar në Serbia. Bile ka qenë ata që ka qenë për protesta paqësore dhe i kanë mbajtur në paqësor. Janë videot e tyre. Egon të dëgjova në leta plas, pastaj më matuaj. Dhe protestat që ka bërë Kurti, kur ka qenë Kosova e pushtuar, kanë qenë protesta paqësore. Bile mburet dhe kemë në kamera që
thot unë jam për protesta paqësore dhe i mban dhe ata studentët që mund të përplaseshin me policinë serbe i mbante. Në moment kur Kosova doli e pavarur dhe pastaj për të fituar legjitimitet i përplasi për pakun aktisari dhe aty është vrarë një militant i vetëvendosjes, gjë që është ngjashme edhe me atë që ka bërë Rama këtu në Shqipëri. Në ana tjetër, mënyra se si e trajton opozitën, mënyra se si mundohet që ta delegjitimoj opozitën është pak a shumë e ngjashme me mënyrën se si Rama e delegjitimon opozitën ose tenton ta delegjitimojë në Shqipëri. Mënyra se si mundohet që ta marrë gjithë pushtetin për vete, gjithë tepsin, gjithë baklavan për vete. Gjithë mediat. Cilat media kontrollon Kurtin në Kosovë? Po prit për ta mbaroj. Po për cilat media kontrollon Kurtin në Kosovë? Atëre, Kurti ka futur edhe këtë mënyrë dialogu që e ke ti, dhe që e kanë të tjerë, dhe që është në Kosovë, dhe që është futur në Kosovë, që normalisht e para njerë nuk e lejnë tjetërin të flasi, dhe e dyta punës pastaj. Mirë, kjo është treze rregullatët, kalon fjala moment pas kjo është si puna e Ramës, domethënë që edhe Rama kur ti filloni bën e ata çatu, të kërkojnë ndjes sepse je në pozitën e unë dhe duhet që ti je më gentil në këtë rast. Kur është pra ke të drejtë, më fal. Ideja e Kurtit është jashtëzakonisht e ngjashme me Ramën. Në mënyrën se si e percepton që gjithë pushtetin duhet ta ketë vetë, siç është edhe Rama në Shqipëri, gjithë tepsinë e do vetë, timonin e do vetë, delegjitimon opozitën,